Mund na bësh një parashikim vetëm për këto shenja që janë më me fat? Po. Do e fillojmë me virgjëreshën. Okej, do ta bëjmë siç e bëjmë parashikimin personal privat. Zakonisht në parashikimet personale private hapen 10 letra ose 12 letra, bëret nga klienti. Ne këtu kemi sa letra janë këtu? 10 më duket I kemi. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Okej, atëherë për gjitha shenjat e virgjëreshës duhet të keni kujdes nga personat materialist, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe dikush do ju tentoj të gënjë të mashtrojë t'ju manipulojë. Duhet të keni kujdes nga personat negativ që mund t'i transmetojë një energji negative dhe një virgjëreshë e ndjen, bllokohet, nuk e ndjen veten mirë. Sidomos shenjat e ujit, të ujit edhe të tokës e ndjen, nga pore, akrep dhe peshqit e ndjen. Virgjëresh, dem dhe bricap e ndjen. Atëre për virgjëresha do kenë ribashkime, ripajtime, nëse kanë pasur një lidhje dashurie do kenë një ribashkim, mund të kenë pejesa, martesa, tavolin dikline, mund të kenë një lidhje të përreshme, nëse kanë të bëjnë me çështje pronash, do bëhet një problem I madh, do ketë një ngritje ekonomike financiare ose mund të merret me tregëti, mund të ketë një ngritje ekonomike në tregëti. Do ketë përfitime të vogla në financë, do me thënë dikush mund të jetë bamirës edhe për ta ndihmuar në një ndihmë financiar ose diçka tjetër, mund të japë edhe një dhuratë. Do ketë një stabilitet, një largim nga vendanimi, një udhëtim jashtë shtetit, gjatë kohës do e marri veten. Është në pritje disa lajme, do marrë lajme të mira, mund të jetë çështje parash, çështje pune, çështje projektesh, çështje dashuri, do marrë lajme të mira. Udhëtime duhet të eci përpara, fejesa, martesa, tavolin, diklindi do gëzohet. Nëse ka menduar për një fejesë, martesë, diklindë, diçka tjetër, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Dhe në fund fare do dali e fituar, do jetë shumë e sinqert, shumë e drejtë për drejtë, do kërkojë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Por shikojt se shenjë gafores e ka ndirë vetën të shkatruar një kuror me sherë debate, një kredi e marrë, një transformim, një shkatrim, një ndikim, çdo gjë sikur ka rënë rufeja dhe për shkatrohet, por do eci përpara ose ka një gjë që po vjen një vetëtima, një bubullima ose një rufej që po shkatrohet çdo gjë, por do stabilizojnë gjërat. Me një vendimarrje do marri një vendim, për momentin nuk janë sigurt, nuk janë stabil, janë të mërzitur për 3 kërkesa, apo 2 do parashtrohen, duhen të besojnë intuitës të tyre, energjisë të tyre, do përballen me persona që do e kenë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japin një lajm, do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur, gjërat mund t'i kenë pezull, për momentin mund t'jenë duar lidhur, këmbë lidhur, por do zgjidhen gjërat me kreativitet, se kanë letrën e profecisë. Do firmosin shumë kontrata, do përballen me persona që janë xheloz, duhet të kenë kujdes nga persona të tretë ose persona të maskuar dhe në fund fare do dalin të fituar, do marrin lajme të mira, fejesa, martesa, tavolin, diklindje, do gëzohen. Do jetë një ndryshim cikli, do vdesi një cikël I vjetër dhe do rilindi një cikël I ri, do me thënë është fillimi I ciklit të ri, do me thënë është një fundi epoke të vjetër dhe por I rit një pose, ka të bëjë me cikle, 5 vjet, 6 vjet. Do me thënë dhe për gafore, do jetë fundi I një ciklit të vjetër dhe do jetë një cikël I ri, por është gjithmonë për mirë, jo për keq. Peshqit, nëse kanë menduar për ndonjë bebi, dëshira e tyre do I bëhet realitet. Do dëgjojnë për një shtatzani, ngritje ekonomike do ecin përpara, kanë një intuit fort, një energji të fortë, janë në pritje disa lajmeve, do bëjnë udhëtime të gjata, do kryejnë një ngritje ekonomike financiare, do ecin përpara dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Do me thënë, dhe peshqit do jenë mirë. Tani, dua të di, shpohet me klientët. Shiko, unë kam pasur shumë kliente, por kam qenë shumë serioze me klientët, do me thënë kam qenë shumë konfidenciale me klientët. Konfidenciale do me thënë për shkak se kanë qenë dhe të fejuara dhe të martuara, kam pasur lidhje jashtëmartësore, I kam mbajtur, I kam rezervuar, do me thënë kam mbajtur klientelën, e kam mbajtur gjithmonë sekret klientelën. Dhe bisedat, privatësinë gjithmonë sekret. Dhe bisedat gjithmonë I kam mbajtur sekret. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Po, shumë e mirë. Do me thënë I krijon besim klientit që po normal,
Po, normale, se një kliente që mund të ketë njallë, mund të ketë një problem, të shiko, unë do shkojnë Elena me mirëbesim, po nuk du, se ke shumë edhe persona të tjerë që do të më erdhi kliente më tha kështu dhe degeneron, më kupton. Është një konfidencial, është ajo privatësia 100%. Se nesër pas nesër, personit të drejtohet se mund të ketë njallë një problem, mund të ketë probleme me burrin, mund të ketë probleme me shtëpinë, mund të ketë me financët, mund të ketë me biznesin, mund të ketë me pronat, mund të ketë probleme me vllajën ose me motrën. Mund të ketë probleme me çështje pronash. Problemet, ti thua që i mbaj sekret. Okej, mbaj sekret, po të na thuash për çfarë të kanë ardhur më tepër ose kohëve të fundit. Shiko, kohët e fundit jemi keq kuptuar për shumë klientë se kanë jemi keq kuptuar, na kanë keq kuptuar. Domethënë na keq kuptuar se ka të bëj. Unë si astrologe licencuar kam pas vetë të punësuar, do me thënë që kam marrë një rok me tatim e taksë siguracione ka qenë i punësuar, po sa qërish për pjesën e spiritualitetit, largimit e energjisë negative. Dhe një qarë bëjnë, nga kjo pjesë ne jemi keq kuptuar si magjistar që nuk është e vërtet. Do me thënë, jemi akuzuar pa drejtësisht, që gjërat nuk janë të vërtet, kur ti nuk e fakte, nuk e prova, nuk e të drejtë të drejtohesh një njeriu që ti nuk e fakte. Do e thotë, kur të drejtohesh një njeriu, do e të marrësh një informacion të mirëfill për të drejtuar, po jo ti që ta bësh, për ta bësh që një person që është person të publik, në radhë të pajtë bëhet për prishje imazhit dhe për ta hequr nga tregu. Dhe këto janë gjërat konkurrencë, më kupton Klea? Dhe unë më kam rritur gjithmonë ato time që shiko se se është gjunaf se kush e di nuk ka probleme me burrin ose ka probleme diçka tjetër, do me thonë që nuk ndjen kënaqësi, ndjen ngrohet diku tjetër. Po 99% ka qenë të martuara, kanë pasur lidhje jashtëmartësore dhe mund të them që kanë pasur dhe gra, kanë pasur dhe burra. Por çfarë kanë ardhur konkretisht? Po zakonisht për lidhjet e tyre të dashurisë, kanë shkuar dhe në persona të tjerë, po është puna thotë që ajo ma kanë nxirr muhabeti vend tjetër. Do me thënë, të dish ku të shkosh, të dish ku të besosh. Sot është puna të jesh një njeri i besoshëm. Unë kam vetëm astrologji, largimin e energjisë negative. Kaq. Si e largon energji negative? Ato bëhet në anë të lutjeve, yoga, meditim, spiritualitet. Këto bën. Ti do me thënë shikon dhe për dashurinë. Po. Okej, super. Këto kishim. Elena, të falenderoj me vërtet shumë. Faleminderit dhe juve. Bashkë do të shihemi përsëri javën tjetër. Po, me Elena dhe Mollarin. Po, faleminderit dhe juve, respekte. Edhe kështu i erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mirupafshim.